Nëse nuk e dini çfarë duhet të bëni në jetë, nuk do të jeni të lumtur. Nëse largoheni nga Perëndia, s'do të gjeni asnjë vend të lumtur. Galatasve 1:1. Pali apostull jo nga njerëzit, as me anë të njeriut, por nëpërmjet Jezus Krishtit dhe Perëndis Atit që ringjalli prej së vdekurish. Pali gjithmonë e thekson faktin se ai nuk ishte thirrur nga njerëzit, as nga vetja e tij, por ishte thirrur nga Perëndia që të bënte atë që po bënte. Dhe po ju them diçka, të gjithë duhet ta dim këtë. Çfarë do që po bëni, ju duhet të dini se çfarë është ajo që Perëndia do që të bëni, jo atë që doni vetë të bëni, apo atë që dikush tjetër do të bëni. Dhe kjo funksionon si në fushën e punës, po ashtu edhe në kish. Nëse jeni bërë, çfarë do qoftë, një avokat nga që babai juaj donte të bëheshit dhe ju vetë nuk e keni dashur këtë gjë dhe nuk ju pëlqen kjo fushë, as nuk ju pëlqente shkolla dhe nuk keni gëzim, ka shumë mundësi që ndoshta nuk jeni duke bërë atë që zemra juaj do të bëjë, jeni duke bërë atë që dikush tjetër donte. Dhe prindrit ndonjëherë mund të jenë shumë të zotë në përpjekjet për të përmbushur ëndrat e tyre nëpërmjet fëmijëve. Në rregull. Vargu 3, paçi hire paqe nga Perëndia Ati dhe nga Zoti ynë Jezus Krisht. Ata e përshëndesnin njëri tjetrin atë kohë ndryshe nga ne. Hiri dhe paqja qoftë me ty, në emër të Zotit, jo si ne. Hëmo. Ç'kemi nga ty? Hey. Ho. Ata thoshnin diçka që kishte kuptim. E dini vërtet. Disa nga tekstet e mesazheve që unë marr, mora një nga djali im një ditë dhe kishte shumë fjalë të shkurtuara në të. Madje as nuk po e kuptoja se çfarë po thoshte. Duhet ta merja në telefon e t'i thosha për çfarë flitet në këtë mesazh. Ai tha, kjo është, e di, zhargoni media sociale." I thash, "A mund të flasësh me mua në anglisht, sepse unë se kuptoj këtë." Ne s'kemi kohë të shkruajmë faleminderit, por thjesht FLM. U thash njerëzve që punojnë për mua, nëse unë ju dërgoj mesazh, mos mu përgjigjni me shkurtime. Të paktën shkruani fjalën. Dhe unë mendoj se mund të shkruajmë edhe pak më shumë. Gjithsesi, Zot mund të më duhet të predikoj nga Galatasve një herë tjetër, sikur nuk po e bëja aq mirë. Kështu, Pali i përshëndeste njerëzit, hir dhe paqe mbi ju, sepse ja cili është thelbi, ju nuk mund të keni kur paqe nëse nuk e kuptoni hirin. S'mund të keni kur paqe nëse s'kuptoni hirin. Ana tjetër e hirit, ana e kundërt e hirit, ana e gabuar, janë veprat e mishit. Tani, Bibla na inkurajon të veprojmë, por të qëndrojmë jashtë veprave. E dini çfarë janë veprat e mishit? Energjia jonë që përpiqet të bëjë atë që veç Zoti mundet. Prandaj më pëlqen shumë kafja. Mirëmëngjes, jam Perëndia, do të merrem me të gjitha problemet e tua dhe s'kam nevojë për ndihmë. Ja përse mendoj se nëse keni një të tillë do të ishte mirë për ju që mund ta shihni çdo mëngjes. Dhe të kuptoni se çfarëdo që duhet të bëhet në jetën tuaj mund të bëhet vetëm nga Perëndia. Kështu, ne duhet të bëjmë kujdes nga veprat e mishit, sepse veprat e mishit prodhojnë një gjë dhe vetëm një gjë, dhe është acarimi. Sa herë që ju ndiheni të acaruar ndodh, nga që po përpiqeni të bëni diçka që nuk mund ta bëni dot vetë. S'ka rëndësi nëse kjo mund të jetë edhe hapja e kavanozit. Dhe ka pasur raste kur Devi ka qenë i ulur në dhomën tjetër. Tani mua nuk më pëlqen më kjo gjë, por
Përpiqesha ta hapja vet. Nuk e lija, do ta hap patjetër. Dhe e godisja fort i bia nga anët dhe e derdhja të gjithën. Vërtet acarohemi, bëjmë aaa! Mirë, ne bëhemi kështu në shumë fusha të jetës sonë, jemi shumë të acaruar sepse nuk mund të ndryshojmë veten. Dëgjojmë një mesazh mbi fuqinë e fjalëve dhe shkojmë në shtëpi dhe fillojmë bekuar qoftë Zotis, do të them asgjë të gabuar sot. Sa nga ju e dinë se kemi një plan të mirë për shenjë të ri kur si jemi ngritur ende. Dhe funksionon derisa ngrihemi e shohim një njeri. Është e habitshme se sa e shenjtja mund derisa të tjerët vijnë. E dini? Dhe nëse ju nuk e kuptoni hirin, nuk mund të kuptoni se s'mund ta bëni vetë, Perëndia do ta bëj. Ai do që ju të jetoni me besime, të mbështeteni tek ai dhe të besoni se ai do të bëjë çdo gjë që duhet bërë. Davidi lutej, o Zot, vërnjëroj në gojën time që të mos më katoj kundër teje me gjuhën time. E bëj këtë lutje çdo mëngjes, sepse nuk ka shanse që unë ta mbaj gojën mbyllur e të mos futem në telashe. Mua më duhet një mrekulli çdo 10 minuta për ta bërë këtë. Amen. Biblia na thot se askush s'mund ta zbuzë gjuhën. Apo asgjë, e dini, vajtja në kish do t'ju çmend fare nëse se kuptoni hirin, sepse çdo gjë që ju dëgjoni do t'ju bëj të ndjeni më keq për veten tuaj, nga sa ndjeshit para se të hynit, sepse tani u shtua edhe diçka tjetër që zbuluat se po e bëni gabim. Për të cilën nuk e dini se ç'mund të bëni, por thoni, "Oh, do të përpiqem." Perëndi, do të përpiqem. Po ju them, unë u përpoqa sa më s'ka, vërtet, agjërova derisa humba aq shumë në peshë dhe vërtet, do të isha ashtu siç Perëndia donte të isha. Dhe Perëndia na sheh dhe qesh dhe thot, "Më thuaj kur të mbarosh." Më thuaj kur ti je gati të të ndihmoj. Perëndia e qorton krenarin dhe i jep hir të përulurit. I drejti do të jetoj përmes besimit. Një varg, ja, shpirti i është krenuar. Është Habakuku 2:4. Nuk është i drejt, por i drejti do të rrojë për shkak të besimit të tij. Mos e bëni diçka kur keni ndërgjegje fajtore për të. E dëgjova këtë. Pse të shihni diçka në televizor nëse ndjeni të dënuar gjatë gjithë kohës që e shihni? Por është shumë interesante. E kuptoj. Unë e kuptoj këtë. Por ka shumë raste kur zgjedhim të bëjmë gjën e gabuar dhe pastaj edhe vetë ndihemi keq më vonë nga që e kemi bërë. Dhe nuk ja vlen ta bëjmë. Thjesht nuk ja vlen ta bëjmë. Amen. Hebrejve 10:38 dhe i drejti do të jetojë prej besimit. Galatasve 2:20 Pali tha, unë u kryqëzova bashkë me Krishtin dhe nuk roj më unë, po Krishti ro në mua, dhe ajo jetë që tani jetoj, e jetoj në besim. Në besim. 2 Korintasve 5:7, sepse ecim nëpërmjet besimit dhe jo nëpërmjet vizionit. Ky shkrim do të na fus pak frikë nderuese në ne, Romakëve 14:23, çdo gjë që nuk bëhet me besim është mëkat. Mirë, përsa ko nuk ankohemi me besim, do të thotë se ankesat janë mëkat. Përsa ko s'bëjmë thashe themet me besim. Forca. Kjo s'është e vështirë, të gjithë mund ta kuptojmë. Ka kaq shumë gjëra që ne bëjmë, s'mund të themi se i bëjmë me besim, s'mund të themi se i bëjmë ato me miratimin e Perëndisë, ato janë gjërat që nëse duam të jetojmë nën hir, ato janë gjëra që duhet i krahasitim nga jeta jonë, sepse është fryma e shenjtë, ai që po na nxit.
Të jetosh me hir do të thotë të drejtohesh nga fryma e shenjtë, jo nga ligji, por nga fryma e shenjtë. Të ndjekësh nxitjet e frymës së shenjtë. Forca do të merrni zotimin se do të keni një marrëdhënie të thellë me Perëndin dhe se do t'i kushtoni vëmendje asaj që po ndodh në brendësinë tuaj, dhe kur të ndiheni sikur Perëndia po ju qorton që të mos e bëni diçka, atëherë mos e bëni. Javën e kaluar erdhi një vajzë dhe më bëri një pyetje interesante. Tha emrin e një kulti, vajza është e krishterë. Tha emrin e kultit dhe tha se kur ishte adoleshente, ishte fare pranë përfshirjes në atë kult. Dhe ajo tha se ishte e mahnitur. Unë i thash pse ishe e mahnitur? Ajo tha sepse njerëzit në atë kult është në fakt një kishë e madhe, por unë nuk dua të përmend emra. Ajo tha njerëzit ishin të përkushtuar ndaj asaj që besonin. Ata ishin miqësor, ata ishin njerëz të mirë, ata ishin të sjellshëm. Duhet të jepnin të 10-ën për të qenë pjesë e asaj kishe dhe të gjithë e bënin. Ata ishin të devotshëm për të dëshmuar dhe për të ndarë besimin e tyre. Kështu ajo tha, unë arrita në pikën ku mendova, nëse ne kemi të drejtë. Nëse janë të krishterët ata që kanë të vërtetën, atëherë pse ka kaq shumë njerëz që nuk bëjnë atë që thonë se besojnë? Kjo është shumë e rëndësishme për ditët që ne po jetojmë tani. Dhe doni t'ju them se çfarë besoj? Ajo më pyeti pse. Unë i thash, mendoj se ndodh nga që njerëzit se kanë më frikën nderuese ndaj Zotit. Ne kemi mësuar të mos kemi frikë nga Zoti. Dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën. Kur njohim dashurinë e përsosur që Perëndia ka për ne, nuk ka pse të kemi frikë prej tij, apo të kemi frikë se mos ai na ndëshkon. Por duhet të kemi frikë nderuese që në thelb do të thotë se Perëndia është Perëndi dhe ai e ka seriozisht atë që thotë. Dhe kështu nëse ai thotë bëni këtë dhe do të bekoheni, bëni këtë dhe nuk do t'ju pëlqejë më jeta juaj, atëherë në këtë mënyrë do të ndodhë dhe ju më mirë ta dëgjoni atë. Ne duhet të kemi kujdes që të mos e vëmë Perëndin në atë nivel ku ai të jetë thjesht shoku apo miku ynë. Ai është miku ynë, por është Perëndi. I plot fuqishëm, sovran, i gjithë pushtetshëm, i gjithë dishëm dhe i kudo ndodhur. Perëndia, që është një zjarr që konsumon gjithçka. Amen. Dhe ne jemi shpëtuar me anë të hirit, por Filipianëve 2 thot, tani punoni për shpëtimin tuaj me frikë dhe me dridhje, jo me forca tuaja, por duke lejuar ndërkohë Perëndin që t'ju ndihmoj. Çdo të thotë të punojmë për shpëtimin ton, nuk do të thotë të bëjmë punën e shpëtimit. Do të thotë se shpëtimi është një dhuratë dhe vjen tek ne në frymën ton. Fryma jonë është bërë e shenjtë, ne jemi bërë të drejtë me Perëndin. Asgjë në frymën ton nuk mund të bëhet më mirë nga sa është. Ja përse ne mund të themi, unë jam drejtësia e Perëndis në Krishtin, unë jam i shenjtë, unë jam shenjtëruar, sepse ne jemi të gjitha këto gjëra në frymën ton. Perëndia s'mund të jetojë në frymën ton, sikur të mos e kishte pastruar atë vend më parë. Apo më ndiqni? Por tani gjithë jetën tonë të mbetur. Puna që ne kemi është që të punojmë me frymën e shenjtë për të lejuar atë që Perëndia na ka dhënë, këtë dhuratë të madhe që na ka dhënë, për ta lejuar atë të funksionojë, të punojë për shpëtimin ton dhe ta bëjmë këtë me frikë dhe me dridhje, duke e ditur se Perëndia e merr seriozisht. Mirë, ndoshta kjo ju është dashur më shumë nga sa mendoja unë.
Kur ishte hera e fundit që keni dëgjuar një predikim të fuqishëm mbi frikën nderuese ndaj Zotit? Unë nuk po shoh asnjë dorë të ngritur. Dhe tek fjalët e urta një thuhet frika e Zotit është parimi i diturisë. Jo të paturit frikë nga Zoti, nuk kam frikë se do të më lëndoj. Nëse bëj diçka të gabuar, nuk kam frikë se do të shkoj në ferr, nuk kam frikë se Perëndia do të më ndëshkoj, por besoj se premtimet e Perëndis kanë disa kushte të bashkëngjitura. Dhe vërtet besoj se do të korr atë që kam mbjell. Ky është një ligj biblik. Kështu, po, kam frikë të mos bëj atë që Perëndia më thotë të bëj, sepse nuk dua të humbas jetën më të mirë që Perëndia ka për mua. Nuk kam frikë se Perëndia do të më lëndoj, por kam frikë se do të humbas më të mirën që ai ka për mua. Shembulli më i mirë praktik që unë di të jap është kur fëmijët tanë po rriteshin. Nëse Devi thoshte, je i dënuar për 2 javë, ishin të dënuar për 2 javë. Nëse e thosha unë, kalonin vetëm 3 ditë dhe mua më vinte në majtë hundës kur rinin në shtëpi. Është në rregull për një burr që të dënoj fëmijët dhe të shkojë në punë çdo ditë dhe t'ju lër ju në shtëpi me ta. Amen. E dini, mua thjesht më vinte keq për ta, e po mendoj se e ke marrë një mësim të mirë, po të lë të dalësh. Por e dini çfarë? Ata më donin mua, por kishin frikë nderuese ndaj Devit. Sa nga ju e kuptojnë se çfarë po them. Dhe kështu, kur Perëndia thot diçka, e ka seriozisht atë që thot. Apo më ndiqni? E ka seriozisht atë që thot. Dhe nëse thot se është besnik, ai është besnik. Nëse ai thot bëj këtë dhe do të bekohesh, nëse e bëni atë gjë, mund ta shkruani diku këtë, do të bekoheni. Por nëse ai thot, po se bëre këtë, nuk do të bekohesh, mund ta shkruani edhe këtë gjithashtu. Unë jam mahnitur dhe kam menduar si predikuese mbi gjëra që ndonjëherë dhe se them në mënyrë gjykuese, unë se kam kuptuar. Ndoshta diçka që do të përmendet në lidhje me një predikues i cili ka pasur një lidhje jashtëmartesore për 3 vite dhe unë sarri ta kuptoj se si dikush mund ta bëj këtë e të qëndroj në platformë e të predikoj. Unë vetë do të isha e tmerruar ta bëja këtë. Vërtet, unë thjesht nuk e di. Është diçka shumë e shenjtë të flasësh fjalën e Perëndis dhe të qëndrosh para njerëzve të Perëndis dhe të jesh një shembull. Tani, unë e di se jemi njerëzor dhe mund të bëjmë gabime, por të paktën nëse do të bëni diçka të tillë, mos e bëni në hijen e platformës. Ky është një vend i shenjtë për Perëndin. S'keni frikë nderuese. Apo më kuptoni të gjithë? Kështu, po, ne jemi të lirë nga ligji dhe jetojmë nën hir, dhe lavdi Perëndis jetojmë nën sistemin e hirit. Më pëlqen hiri, më pëlqen mëshira e Perëndis. Më pëlqen të di se mëkatet e mia janë falur dhe se Perëndia kurrë do të më braktis. Por gjithashtu e dua Perëndin aq shumë sa të kaloj çdo moment i jetës time që kur zgjohem, duke u përpjekur të bëj atë që ai do që unë të bëj. Prit një minutë, jo nga që kam frikë se mos ai zemërohet me mua nëse se bëj. Perëndia nuk do që ne të bëjmë të drejtën që ai të na dojë më shumë. Ai do që ne ta duam atë aq shumë nga që ai na do, sa të duam të bëjmë të drejtën. Dhe kështu ne punojmë të bëjmë të drejtën për shkak të kësaj. Një nga gjërat më të rëndësishme te Galatasve kapitulli 1. Gjendet tek vargu 10. Galatasve 1:10, Pali thot: nëse dua të jemi famshëm para njerëzve,
Tani Val kërkoi të fitoj miratimin e njerëzve apo të Perëndis, apo kërkoi të pëlqej njerëzve, sepse po të kërkoja të pëlqej njerëzve, nuk do t'isha shërbëtor i Krishtit. Wow, këtu shkruan për të qenë t'i pëlqyer nga njerëzit. Nëse do të përpiqem të pëlqej njerëzve në vend që të përpiqem t'i pëlqej Zotit, unë do të humbas çdo gjë që ai ka për mua në jetën time. Forca. Galatasve 1:10-24, tani Val kërkoi të fitoj miratimin e njerëzve apo të Perëndis? Apo kërkoi të pëlqej njerëzve? Sepse po të kërkoja të pëlqej njerëzve, nuk do të isha shërbëtor i Krishtit. Tani o vëllezër, po ju vë në dijeni se ungjilli që është shpallur nga unë nuk është sipas njeriut. Sepse unë nuk e kam marrë e as e kam mësuar nga ndonjë njeri, por e kam zbuluar nëpërmjet një zbulese nga Jezu Krishti. Sepse ju keni dëgjuar për sjelljen time në judaizëm, si e përndiqja me egërsi kishën e Perëndis dhe e shkatëroja. Dhe si përparoja në judaizëm më shumë se shumë bashkohës të kombit tim, duke qenë jashtëzakonisht i zellshëm për traditat e etërve të mi. Kur i pëlqeu Perëndis që më kishte ndarë që nga barku i nënës, ju jeni ndarë veçmas për diçka para se të lindnit. Amen. Gjithë se cili prej nesh është ndarë veçmas për diçka që para se të lindte. Dhe më thiri me anë të hirit të tij që të zbuloj në mua birin e tij që unë t'ua shpall midis jo çifutëve. Tani shihni fjalin e fundit të vargut 16. Unë nuk mora me njëherë këshill nga mish dhe gjak. Ai thot se kur Perëndia e thiri, ai nuk pyeti 10 njerëz nëse ata mendonin se kishte të drejtë. Po ju them se kur Perëndia më thiri, asnjë nuk mendonte se unë kisha të drejtë. As David nuk i pëlqeu ato javët e para. Sepse ai se kuptonte pse më thiri mua dhe jo atë. Por ai është burr i zgjuar, nuk ju desh shumë kohë që të dëgjonte Perëndin që i tha unë kam thirrur atë. Dhe nëse ti bën atë që unë dua të bësh, do t'jesh i lumtur. Lëre atë të bëj atë që unë dua të bëj dhe do t'jetë e lumtur. Nëse nuk e dini çfarë duhet të bëni në jetë, nuk do t'jeni të lumtur. Nëse largoheni nga Perëndia, do të gjeni asnjë vend të lumtur. Dhe Pali thot se ati si bënin përshtypje njerëzit. Nuk ishte përse të shoqërohej me njerëz të rëndësishëm që të ndihej mirë. Ai tashmë e dinte se kush ishte. Kështu, nëse dikujt si pëlqente ajo që po bënte, kjo nuk e shqetësonte as pak. Bibla thot se ne duhet të jetojmë për të kënaqur të afërmin ton dhe jo veten. Ju thoni e po, prit një minutë. Ti po thua ti kënaqim njerëzit, mos ti kënaqim njerëzit. Çfarë do të bëjmë? Thelbi është se ne jetojmë për të kënaqur njerëzit, por nëse kjo do të thotë të mos kënaqim Perëndin. Në rregull, do të futem në baltë për një çast dhe të shoh se çfarë ndodh. Një grua është martuar me një burr të pashpëtuar. Ai nuk e lejon të shkojë në kish. Çfarë duhet të bëj ajo? Të shkojë gjithsesi. Ju thoni pse? Sepse kjo është diçka që Perëndia e ka thirrur të bëj. Gruaja e Smith Wigglesworth e bëri këtë. Ai ishte predikues i madh, njeri i madh i besimit. Në fakt, ai u bë më vonë, por ai tha gruas së tij se ajo s'mund të shkonte në kirkë, dhe ajo shkonte, sa herë që vinte në shtëpi ai i mbyllte derën dhe e linte të flinte në verandë. Në mëngjes e linte të hynte dhe ajo thoshte: "Mirëmëngjes, Smithi", dhe i gatuante mëngjesin dhe ishte e mirë dhe e ëmbël. Dhe një ditë ai u shpëtua dhe u bë një predikues i mrekullueshëm. Po ju them diçka. Kur dikush ju thotë mos e lexoni Biblën, të mos shkoni në kish, e dini gjëra të tilla si këto. As ai nuk do t'ju respektoj nëse ju nuk bëni atë që e dini në zemër se është e drejtë. Një pjesë e qenies së tij dëshiron që ju ta kundërshtoni atë. Në fillim ai do të zemërohet, por nëse ju bëni qëndres, mund të jetë gjëja që do të ndryshojë jetën e tij përgjithmonë.
Amen. Ne jemi shpëtuar me anë të hirit të Perëndis dhe gjithashtu duhet të mësojmë të jetojmë me anë të njëjtit hir. Ne ecim në besim dhe marrim hirin e Perëndis që të na ndihmojë të bëjmë çdo gjë që ne bëjmë. Dhe libri Galatasve është i mbushur plot me mësime të mrekullueshme, të lirë nga ligji dhe të lirë për të jetuar përmes nxitjeve të frymës së shenjtë.